Atë ditë kur ka ndodhur masakra Reçakut, ishte e pamja, dita e fundit e pamjes së vdekjes së Enver Malokut. Unë beta me mikun tim Safetin dhe ishte edhe një fotograf në atë kohë aty, edhe por na erdhi lajmi që ka ndodhur diçka në Reçak, edhe OSBE-ja na dha informatat e para edhe thanë duhet e organizuan shkuarje në Reçak, sigurisht me autobusa. Qysh në hyrje të fshatit, kufomën e parë që e kemi pa ka qenë një burr të cili e kishte kokën e prishur për shkak të rajeve. Më kujtohet, ajo ka qenë fotografia e parë që e kum ba. U ktheva dhe bëm një reportazh. Unë nuk kam qenë gjendje të shkruaj, por vetëm tregoja. Ishin 2-3 veta të cilët e ban lajmin.